Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në fakt të gjithë keni qenë kureshtar të dini se si po shkon jeta e Kiarës, a kemi një shtatzani apo jo, çfarë po ndodh me çiftin. Ka patur lajme të shumta, ka patur komente të shumta rreth shtatzanisë në fakt të mundshme të Kiarës, por unë kam arritur që të kuptoj deri diku ca gjëra, që do të thënë çifti akoma nuk është në atë stad. Kiara dhe Luizi një herë edhe këtë verë ja kanë lënë qetësisë, edhe këtë verë ja kanë lënë planeve më të mëdha, sepse kanë plane shumë të forta. Luizi fillimisht një herë ka në dorë rrugtimin e ri të emisioni që do të jetë një emision me patjetër një emision i jashtëzakonshëm, një emision që do të na bëj për vete të gjithëve, do të na mbërthej për ekrani, do ta shohim çdo javë në televizionin Top Channel, sepse do të jetë emision javor, ndërsa nga ana tjetër edhe Kiara në këtë rast, do të thënë është duke punuar me shumë përkushtim, po përgatitet një herë për sezonin e ardhshëm në televizionin Top Channel, por edhe për verën festive të Portokallis, që është një angazhim super i madh dhe një përgjegjësi me patjetër super e madhe. Do me thënë Kiara dhe Luizi, edhe pse e kanë përfolur shumë fëmijën, është një dëshirë shumë e madhe për të patur në jetë edhe një fëmijë. Por mendoj ndonjëherë artistët këtë gjën e kanë pak të pamundur në kohë rekord, për faktin sepse janë angazhimet, është jeta publike, është përditshmëria që ato në fakt i bën që të jenë më të fokusuar tek puna, të jenë më të fokusuar tek përditshmëria dhe tek jeta publike. Dhe në këtë rast, do të thënë Kiara tashmë ka vendosur që kohën të vetme të lirë t'ia kushtoj Lunës. Ajo natën e mbrëmshme është argëtuar me Lunën, është kënaqur me Lunën, ka kaluar momente me Lunën dhe me miqet e saj, që do të thënë kanë nxjerr fëmijët pak të argëtohen. Dhe kështu që çifti me patjetër e ka në planet e afërta që të bëhet baba dhe nën, por Kiara rezulton që të mos të jetë tani shtatzën. Do të thënë të gjitha ato lajme që kanë qenë janë dëshira e madhe që Luizi dhe Kiara të bëhen sa më shpejt prindër. Edhe pse Kiara në fakt nuk ka folur asnjë gjë rreth kësaj ngjarje, nuk ka komentuar asnjë gjë, siç duket lëvizjet e tregojnë që nuk kemi një diçka të re tek çifti në këtë drejtimin. Ndoshta shumë shpejt Luizi dhe Kiara do të marrin një ritëm të ri jete në këtë aspekt. Një herë tashmë janë të fokusuar te projektet shumë gjigande dhe më pas do të na vinë edhe me një antar ndoshta të ri në familje. Unë ju uroj vetëm të mira dhe shpresoj që Zoti t'i bekojë në këtë rrugtim.